Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton përditshëm komenti shkrimit shenjtë. Jemi në datën 30 qershor, data 30 qershor për kishën tonë ortodokse është një e kremte. Ne mblidhemi përsëri në kishë në kremtim dhe kujtim të gjithë apostujve. Datën 29 qershor ne u mblodhëm në kujtim të protokorifeve ose të parët apostujve Shën Pjetër dhe Shën Pavël, dhe në datën 30 qershor, siç tham, mblidhemi për gjithë apostujt. Dhe në liturgjinë ynore të kësaj të kremte ne lexojmë një pjesë nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, nga letra e parë, kapitulli 4, vargu 9 deri 16. Le ta lexojmë dhe ta interpretojmë sipas hetërve të kishës. Sepse unë mendoj se Perëndia ne ka paraqitur ne apostujt si të fundit si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm lojë për botën, për angjëjt dhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të urtë në Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. Deri tani vuajmë nga uria etja e jemi të zhveshur, jemi të qelluar me shuplaka dhe endemi pa shtëpi. Dhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë, duke qenë të sharë lutemi, jemi bërë si pisliku i botës, por si plerat e të gjithëve deri më sot. Këto gjëra nuk po i shkruaj që t'ju turproj, por t'ju paralajmëroj si fëmijët e mi të dashur, sepse edhe sikur të kishit 10.000 mësues në Krishtin, nuk do të kishit shumë etër, sepse unë ju kam dhënë jetë në Krishtin Jesu me anë të Ungjillit. Prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi. Pra, le ta komentojmë këtë pjesë të letrës e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, fillojmë me vargun 9, sepse unë mendoj se Perëndia ne ka paraqitur ne apostujt si të fundit si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm lojë për botën, për angjëjt dhe për njerëzit. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë? Shënjo Angujart interpreton se Apostulli Pavli përdor figurën e të dënuarve për vdekje që nxirreshin në fund të arenës për të vrarë para turmës. Kështu dhe apostujt nuk vendosën në fronë e lavdije, por ata përkundrazi imituan Krishtin, i cili për të shkuar në lavdinë ynore kaloi nga rruga e Golgothas, nga kryqëzimi i tij. Kështu edhe apostujt bëjnë të njëjtën udhtim. Ata në këtë botë u shndërruan dhe nderin e morën në fronin ose përpara fronit të Perëndisë. Prandaj, Theofilakti i Orit shton se Perëndia i lejoi këto jo për t'i poshtëruar apostujt, por që përmes durimit të tyre të shfaqet fuqia e Krishtit. Ashtu si na thot Apostulli Pavli, përsëri e kemi te libri i veprave të apostujve, kur ai lutet Krishtit që t'i largojë një tundim nga djalli, por Zoti tha, të mjafton fuqia ime, sepse në dobësi duket fuqia ime. Kështu që kur apostujt ishin të përndjekur, aty dukej fuqia e Krishtit, shfaqej mrekullia e Krishtit dhe njerëzit besonin. Edhe sot besimtari, duke përngjarë apostujve, dishepujve, pra nuk do të pres gjithmonë nderim nga bota. Besnikëria ndaj Krishtit mund të sjellë përqeshje dhe refuzim. Prandaj mos skandaliseni për këtë, sepse Zoti na ka thënë në një vend tjetër të Ungjillit, mirë ju kur gjithë njerëzit flasin mirë për ju. Pra nëse ne jemi të Krishtit, patjetër nuk mund të jemi mirë me të gjithë, sepse ata që nuk e duan Krishtin dhe nuk i duan porositë e Krishtit nuk na duan as neve. Por nëse ne do jemi hipokrit, atëherë do jemi njerëz me maska, edhe një maskë për Zotin, një maskë për botën, patjetër që mund të kemi miratimin e njerëzve. Por në të kundërtën, nëse ne jemi besnik ndaj Zotit dhe ndaj kishës, do të kemi kundërshtar të cilët edhe pse ne flasim të vërtetën dhe jetojmë jetë virtueshme, siç bën dhe apostujt dhe vetë Krishti, patjetër që do përndiqemi dhe do të jemi të stigmatizuar, të përndjekur dhe të dënuar nga turma siç edhe apostujt. Por le të flasim edhe për vargun 10. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të urtë në Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. Shënjo Angujart thotë se Apostulli Pavli po flet me ironi tek Korintasit, të cilët kishin pasur një dozë krenarie, pra duke haruar se kush i kishte mësuar. Dhe ata ishin ndikuar nga apostujt e rrem. Korintasit mendonin se ishin të urtë dhe të lavdishëm, ndërsa apostujt dukeshin si të marrë sipas botës. Urtësia e botës dhe urtësia e kryqit janë të kundërta. Edhe Krishti, pra që është urtësia dhe fuqia e Perëndisë, e mundi botën me marrëzinë e Perëndisë, në thonjza. Do me thënë që ato gjëra që botës i dukeshin marrëzi, siç ishte kryqi, me atë u mund egoja dhe krenaria e botës. Kështu që
Duhet jemi të kujdesshëm sepse një krishter nuk duhet ta masë jetën sipas suksesit, famës ose lavdërimeve, por sipas besnikërisë ndaj Krishtit, që siç thash, mund të sjell edhe injorimin e turmës, stigmatizimin për ndjekjen edhe madje dhe martirizimin. Në vargu 11 lexojmë: Deri tani vuajmë nga uria, etja, jemi të zhveshur, jemi të qelluar me shuplaka dhe ende jemi pa shtëpi. Shën Ambrozi i Milanos vëren se apostujt nuk predikonin përfitim material, personal. Varfëria e tyre ishte dëshmi e besimit tek Perëndia. Zoti i kishte urdhëruar: falas morët, falas jepni. Kështu që shërbimi ndaj Perëndisë edhe sot nuk është rrugë për reati, por një thirrje për besnikëri. Sidomos ata që duan të bëjnë pjesë e institucionit kishtar, në qoftë se futen për karrierë, për përfitim, ka bërë një gjë shumë gabuar, sepse kisha nuk është një vend fitimi. Kisha është një vend flijimi. Prandaj, si apostujt, të cilët ishin themeli apostolik dhe ndërtuan kishën apostolike, edhe ata që janë brenda institucionit kishtar, si klerik e laik, duhet të dinë dhe nuk duhet të, si them, të mashtrohen nga vetja e tyre ose të duket vetja sikur janë të keq informuar, ku në kishë do të shikojmë vërtetësi edhe ekonomike dhe sociale, sepse kisha është një vend për sakrifica dhe sublime, siç ishin dhe apostujt, të cilët edhe pse ishin të pasur me hirin e Perëndisë, prap ata ishin të varfër nga ana ekonomike dhe detyroheshin të punonin vetë me duart e tyre për mirëqenien e tyre ekonomike, për bukën e përditshme, kështu që edhe brenda kishës dhe institucionit kishtar, edhe pse sot kisha ka mundësi që të paguaj punëtorët e vet, por patjetër që nuk është një vend rehatie, luksi dhe mirëqenie, por një vend sakrifice. Vazhdojmë edhe lexojmë edhe më poshtë, në vargun 12 na thuhet: edhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë. Pra, Shënjaku i Arti kujton se apostulli Pavli punonte si bërës tendash për të mos rënduar kishat, edhe pse ai mund të merrte një të ardhur nga kishat, ai nuk e pranoi këtë sepse donte vetë ta parapte ungjillin falas. Dhe këtë e bënte që të kishte diçka përpara Perëndisë, sepse thotë, nëse unë e parap ungjillin, unë nuk kam ndonjë privilegj, se kam urdhër ta parap. Por nëse parap falas, kjo është diçka për mua. Prandaj thotë, nuk duhet ma merrni këtë shpërblim. Apostulli Pavli kur shaj bekonte, kur përndiqej duronte, dhe ai këtu imitonte Krishtin, siç edhe gjithë apostujt e tjerë. Ky është mishërimi i fjalëve të Krishtit: bekoni ata që ju mallkojnë. Edhe sot, ne të krishterët, kur ofendohemi, tundimi, si themi i brendshëm, është ta akmerremi. Por apostulli na mëson të përgjigjemi me bekim dhe durim. Dhe këtë nuk e bënte thjesht si një retorik, por apostulli Pavli, ashtu si apostujt duke imituar Krishtin, ata thonin dhe i bënin ato gjëra. Pra ata nuk mallkonin, por bekonin. Dhe në vargun 13 lexojmë: duke qenë të sharë lutemi, jemi bërë si pisliku i botës, po si plerat e gjithëve deri më sot. Jemi bërë pisliku i botës. Shënqëriri Aleksandri shpjegon se apostulli Pavli nuk ankohet, po tregon sa larg shkon dashuria për Krishtin. Pra një njeri që ka dashuri për Krishtin nuk interesohet për opinionin e botës. Bota mund t'i quajë ata të parapambetur, ignorant, të pavlerë, madje edhe si plerat e botës. Por ai që e beson Krishtin dhe i shërben atij me të vërtetë nuk i interesojnë fare këto gjëra. Apostujt e trajtuan si njerëz më të pavlerë të shoqërisë për atë kohë, por në sytë e Perëndisë ishin njerëzit më të çmuar dhe ata e ndryshuan gjithë botën. Pra ata 12 apostujt bashkë me 70 e kthyen mbrapsht gjithë perandorinë romake, një perandori e themelosur mbi perversionin, mbi padrejtësinë, mbi dhunën, ajo perandori u transformua dhe pastaj u bë e krishtere. Që kemi dhe sot e kësaj dite, kemi, si them, ligje të cilët janë frymëzuar nga ungjilli, po ashtu edhe marrëdhëniet shoqërore. Prandaj, vlera jon nuk përcaktohet nga opinioni i njerëzve, por nga marrëdhënia jon me Perëndin. Nuk ka rëndësi se çfarë thonë njerëzit për neve. Çfarë do fjalit ton, ajo është një gjë në erë.
por rëndësika çfarë na vlerëson Perëndia. Në vargun 14 lexojmë: Këto gjëra nuk po i shkruaj që t'ju turpëroj, por që t'ju paralajmëroj si fëmijë e mi të dashur. Pra, Apostull Pavli i shkruante këto gjëra te Korintasit që siç tham kishte filluar një lloj ego, krenarie. Ata kishin haruar se ishin katekizuar nga Apostull Pavli dhe kishin rënë pre e apostujve ose pseudo apostujve mashtrues. Shënjan Gojardi thekson se Pavli nuk dënon për të shkatëruar, por korrigjon si një baba që do fëmijët, dhe këtu e ka fjalën për besimtarët në Korint. Dhe ai i kërkon t'i vënë në aktivitet ndërgjigjen e tyre, e cila në një farë mënyrë kishte rënë në një gjumë letargjik, dhe ata në vend që të imitonin Apostoll Pavlin, filluan ta stigmatizonin Apostoll Pavlin, ta përqeshnin, t'i dukej atyre një njeri i rëndom, sepse kështu mësoshin nga apostujt e rrem ose të gënjeshtër. Edhe sot duhet kemi kujdes. Qortimi i krishterë duhet vijë gjithmonë nga dashuria dhe jo nga krenaria. Pra, neve nuk duhet jemi indiferent ndaj gabimeve të tjerëve, por sidomos edhe kur kemi një detyrë për të drejtuar brenda kishës, si klerik ose laik, enorin ose një grup, për shembull një grup i katekizmit, diçka tjetër, patjetër që nuk duhet jemi indiferent, sepse për këtë kemi mision në kishë, për të mësuar, për të korrigjuar, por dhe për të qortuar. Por ky qortim, siç tham, nuk duhet bëhet thjesht për një ndjesi hakmarrje, por siç edhe Apostoll Pavli qorton Korintasit, edhe brenda ironisë, në mënyrë pedagogjike për t'i korrigjuar ata, për t'i kthyer në vetëdije dhe për t'i dhënë atyre se ata nuk janë të huaj për Apostoll Pavlin, por ata janë fëmijët e tij. Pra, dhe këtë na i shpjegojnë dhe vargjet më poshtë. Në vargun 15 lexojmë: sepse edhe sikur të kishte 10.000 mësuesë në Krishtin, nuk do të kishte shumetër, sepse unë ju kam dhënë jetë, ju kam lindur në Krishtin Jezu me anë të Ungjillit. Tashmë Apostull Pavli po ju kujton Korintasve se ai nuk është thjesht një mësues, por është ati i tyre shpirtëror. Shën Agustini Hipos dallon mes mësuesit dhe atit shpirtëror, ka një dallim. Mësuesi thjesht është një mësues, kurse ati shpirtëror është ai që të lind në Zotin, ai që përkujdeset për jetën tënde, ai që të mban dhe të udhëheq në rrugën shpirtërore. Dhe këtë nuk mund ta bëjë një mësues dhe çdo kush. Apostull Pavli është atë sepse përmes Ungjillit i lindi në besim, prandaj quhet atë. Kjo është arsye që në kishën tonë ortodokse ne klerikëve ju vëmë epitetin atë. Pse? Sepse ata na lindin në Zotin. Patjetër një atë kemi dhe ati ynë i përjetshëm është Perëndia, siç tha edhe Zoti Krisht, mos i thoni njeriu atë, sepse një është ati juaj, ose mos i thoni njeriu mësues, se një është mësuesi juaj Krishti. Por neve kur i themi atë një kleriku ose mësues, një katekisti, nuk e themi sepse ata janë të pavarur nga Perëndia, por ata janë të deleguarit e Zotit për na lindur neve në Zotin, pra atësia tyre është prej atësisë së Perëndisë, ose dhe mësimi i tyre si mësues është prej Krishtit që është mësuesi ynë. Pra janë ambasador të dërguar të Krishtit. Prandaj ky varg është një nga bazat biblike për idenë e atësisë shpirtërore në traditën kishtare. Pra ne në traditën tonë kishtare kemi atë traditë e atësisë, e atit shpirtëror, i cili na lind në Zotit, por dhe përkujdeset. Dhe patjetër jo çdo kush bëhet atë shpirtëror, është njëri që ka eksperiencën e shpirtit të shenjtë, dhe është njëri i perëndishëm, të cilët ne i besojmë qenien tonë shpirtërore, e lindjen tonë në Zotin dhe edukimin dhe mbarvajtjen tonë në Zotin deri në fund të jetës sonë. Njohuritë fetare janë të rëndësishme, pra që ne i marrim nëpërmjet mësimit dhe katekizmit, por po aq e rëndësishme është të kemi njerëz që na udhëheqin me dashuri, me shembull dhe kujdes shpirtëror. Këta quhen etër shpirtëror. Siç ishte dhe Apostull Pavli për të krishterët në Korint. Lexojmë edhe për vargun e fundit, që është vargu 16, prandaj ju bëj thirrje të bëheni imituesit e mi. Shikoni se si Apostull Pavli flet këtu, bëhuni imituesit e mi. Këtë ai nuk e bën me pasion, as me krenari. Apostull Pavli kishte arritur në atë gjendjen pa pasionshmëri, pa egoizëm, pa krenari, por ai fliste në mënyrë të vërtetë dhe të sinqertë. Apostull Pavli imitonte Krishtin.
dhe Korintasit duhet imitonin apostull Pavlin. Pra, kjo është ajo çfarë neve duhet të bëjmë. Shënjangu i arti sqaron se Pavli nuk kërkon lavdi për vetë. Ai kërkon që të imitohet në atë mas që ai i vetë pra imiton Krishtin. Kjo është detyra që ka një atë shpirtëror. Ati shpirtëror nuk është vetja e tij, por është Krishti në kohë dhe hapësirë. Prandaj thash, jo çdo kush quhet një atë shpirtëror në kishën tonë ortodokse. Por ai është imitimi i Krishtit dhe njerëzit duke parë atë, e kanë më të lehtë për ta takuar Krishtin në personin e këtij ati shpirtëror. Kjo përputhet me fjalët e tij në një vend tjetër që apostull Pavli thotë, "Më imitoni mua ashtu si unë imitoj Krishtin." Kjo është shumë e rëndësishme. Besimi nuk mësohet vetëm me fjalë, por besimi do shembull. Prandaj etrit shpirtëror, klerikët janë të domosdoshëm në kishën tonë ortodokse, sepse ata vetë të parët janë thirrur të jetojnë në mënyrë që të imitojnë Krishtin dhe ne duke parë ata, imitojmë ata dhe kështu imitojmë dhe ne Krishtin. Kjo pra është mbarvajtja që ka kisha. Kisha nuk është një institucion njerëzor, një OJQ ose diçka tjetër. Kisha është institucion i Shpirtit Shenjtë, është shtëpia e Perëndisë, është trupi i Krishtit dhe ne jemi gjymtyrë të këtij trupi ose qelizat. Dhe secili ka detyrën e vet. Dhe patjetër që ka dhe detyra që janë detyra parsorë, si janë detyra e mbikëqyrjes së kishës, që është një episkopi, e mësimit, e katekizimit, e shenjtërimit, që është detyra që kanë episkopi, klerikët dhe disa laik, të cilët ndikojnë për mbarvajtjen e kishës. Dhe këta janë njerëz të cilët zgjidhen nga kisha, po janë njerëz që kanë një përgjegjësi shumë madhe, sepse këta në jetën e tyre duhet të imitojnë Krishtin, që të tjerët ta kenë më të lehtë të shikojnë Krishtin tek ata, dhe kështu duke imituar këta klerik ose laik, këta ecin në rrugën shpirtërore. Prandaj mesazhi kryesor i kësaj pjese është shërbëtori i Krishtit nuk kërkon lavdi toksore, por gati të vuajë për të vërtetën. Përësia shenja e apostullimit të vërtet, jo krenaria, lavdidashje ose mirëqenia e tepruar. Dashuria e vërtet për korrigjim nuk poshtëron. Dhe jeta krishtere është një imitim i Krishtit përmes shembullit të atyre që ecin besnikërisht pas tij. Në këtë mënyrë apostull Pavli kujton Korintasve se autoriteti i tij nuk mbështetet tek pushteti apo prestigji, por tek jeta e sakrifica. Për etrit, ky mbetet modeli i çdo bariu shpirtëror dhe i çdo besimtari që jeton me porositë, durim, dashuri dhe besnikëri ndaj Krishtit, dhe kjo patjetër sjellë vuajtje ose mos kuptim nga bota, por ndonjëherë edhe brenda ambientit kishtar. Pra, ne kemi edhe raste kur shenjtor të mëdhenj, etër të mëdhenj shpirtëror janë keq kuptuar edhe brenda ambientit kishtar, por kisha, duke qenë e pagabueshme, në fund i kanë nxjerrë këta si model, që të krishterët duhet të imitojnë. Këta janë shenjtorë, sepse ata shenjtorë, ata etër imituan Krishtin. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe këtë bisedë për të takuar në takimin e ardhshëm. Ju uroj për shumë vjet ditën e gjithë apostujve dhe mirupafshim.